Një ngjarje e tensionuar ka tronditur sot mëngjesin e kryeqytetit, ku një bank në zonën e Deliorgjit u bë skenë një tentative grabitje. Bardhyl Fusha, 58 vjeç, hyri në ambientin e bankës i armatosur me një kalashnikov dhe një çantë në dorë. Sapo hyri brenda, ai ka hapur zjarr një herë në dysheme, duke shkaktuar panik te klientët dhe punojësit e bankës. Më pas autori u drejtua drejt arkës, ku arriti të marrë 20.000 euro dhe i vendosi në çantën e tij. Sikur ngjarja të mos kishte ndalur nga ndërhyrja e qytetares që lajmëroi policin, pasojat mund të kishin qenë më serioze. Një parull me efektiv që ndodhej afër vendngjarjes ndërhyri menjëherë. Njëri i efektivit rritoi armën, autori dhe tjetri i vendosi prangat duke sekuestruar armën dhe shumën e grabitur. Hetimet parake tregojnë se Fusha mund të ketë pasur ndihmë në përgatitjen e grabitjes, ndërsa grupi hetimor po verifikon nëse ka persona të tjerë të përfshirë. Po ashtu po shqyrtohen pamjet e kamerave të sigurisë dhe çdo element tjetër që mund të ndihmojë në zbardhjen e ngjarjes. Sipas deklaratës që vet Fusha dha përhetuesit, grabitja u krye për shkak të borxheve personale, duke shtuar se situata e tij financiare e detyroi të merrte tek këtë vendim të gabuar. Banorët dhe klientët e zonës shprehen të shqetësuar për sigurinë në hapësirat publike, ndërsa punojësit e bankës kanë treguar se paniku ishte i madh dhe se janë ndjerë të kërcënuar nga armët e autorit.